anije, çfarë do anije që lundron. Ai është të luajt me këtë kartë, e ka të parën edhe të fundit, nuk ka tjetër. Natyrisht Irani është shtet shumë i madh, është një shtet që është i fortifikuar prej natyre. Domethënë, rreth e qark Iranit, nëse shihni relievin është komplet i fortifikuar me bjeshk shumë të larta. Kështu që Irani ka edhe një armatim që s'duhet me anashkalu, s'duhet me harru, ato raketa çfarë do qofshin janë të rrezikshme sidomos për rrethin për fqinjtë e tyre, të cilët Irani është duke i sulmuar vazhdimisht, sepse çdo alat të SHBA-ve e konsideron si mjet për ta sulmuar. Ndërka që në sulmin që ka qenë i dhimbshëm sulmi që ka bën në Jordani, aty kanë vdek disa ushtarë dhe është interesant se Jordania është e njohur si partner besnik i Shtetit Bashkuara dhe godet pikërisht ato shtete të cilat janë besnike të SHBA-ve.